vendosim minimum jetik 200 euro për çdo pensionist me pension të plot apo të pjesëshëm që merr ndër 200 euro. Dhe këta janë mbi 560.000 burra dhe gra. Vendosim minimum jetik për të gjithë shqiptarët në ndihmë ekonomike, për të gjithë ata që s'kan marrë kur jetë e tyre pension, për të gjithë shqiptarët e pa punë, për të gjithë studentet me bursë, për të gjithë fëmijët e familjeve me një prind. Pra, në radhë parë, ne me zemër në dorë ju kthejmë parat shqiptarëve. Vendosim rrogën minimale 500 euro. Vendosim kartën e konsumatorit me cilin çdo rrogult, çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik do të marrë ushqimet dhe gjërat bazë me çmim 20% më lirë se qytetarët e tjerë. Vendosim listën e rimbursimit 100% të banave identike, 1:1 me listën që ka sot Republika Italiane. Vendosim 100 ditë të para që në Shqipëri s'do mund të shitet kur litra e naftës më shumë se plus minus 10% e çmimit të saj në Maqedoni apo në Kosovë. Pra një naftë 40% më lirë. Vendosim mbrojtjen e plot të prodhimeve bujqësore në sezon. I garantoj fermerët e Pogradecit se prodhimet e tyre do mbrohen plotësisht dhe se ata do të subvencionohen, do të marrin për çdo fidan të bjellë, për çdo kokë bakti të mbashtruar, për çdo gjësi prodhimi, 5 fishin e asaj që marrin sot si subvencion. Do marrin aq sa marrin fermerët në Maqedoni, aq sa marrin fermerët në Malzi dhe në Serbi. Do kenë linja kreditit but, do kenë mbulim të plot të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore, qoftë nga mbi prodhimi, kullimi, vaditja, mirëmbajtjet dhe ruajtja e tokës do të marrin investime të mëdha. Pra, do të dyfishohen prodhimi për bujqësinë. Do të dyfishohet buxheti për bujqësinë. Do të dyfishohet buxheti për shtetësinë. Do të dyfishohet buxheti për arsimin. Miq, secili nga ju që dëgjon sot se do të dyfishojnë buxhetin për arsimin, për bujqësinë, për shtetësinë, se do vendosim minimumin jetik, se do vendosim rrogën minimale 500 euro, me të drejtë pyet, nga dalin, ku i marrim këto para? Të dashur miq, këto para që të gjitha
janë taksat tuaja. Janë tuaja dhe taksat tuaja. Nuk bëjmë asgjë tjetër. Vetëm ja u kthejmë ato ju. Pra, programi ynë bazohet në rikthim në parave tek qytetarët shqiptar. Ju lutem, vetëm një moment. Janarin që kaloi Edi Rama erdhi në parlament duke rrahur gjoksin me një buxhet 8 miliard euro. Qindark për qindark ai është i përbërë nga taksat tuaja. Taksat e bizneseve, taksat që se cili për ju shpaguën në çdo kafshat, ushqim, çdo ilaç dhe çdo gjë që blen. Çfarë bëri? Çfarë bëri? 16 milion euro la ndau për 760.000 shqiptarë në pension. A ka qëndrim më të cinik se ky? A ka qëndrim më të pa shpirt se ky? Dhe kur i tham ne të vendosim minimum jetik, kjo tha do të thot në gremin qytetar të mençur, qytetar të mençur. Do më falni, ju lutem. Detyrimi për t'i kthyer qytetarëve parat është detyrim kushtetues, ligjor dhe moral. Në vitin 2013 Në vitin 2013, pensionisti maltëzi mirte 138.000 lek pension mesatar. Në Shqipëri mirte 143.000 lek. Sot pensionisti maltëzi